Protesta së shoh politik, kërë opozita fletër shesh të voton në parlament. Në skenën politike shqiptare po konsolidohet një paradoks që qytetarët po e lexojnë gjithnjë më qartë. Nga njëra anë organizohen protesta të forta kundër qeverisë, ndërsa nga ana tjetër në sallën e parlamentit kalojnë projektligje të propozuara po nga ajo qeveri, me vota që nuk reflektojnë retorikën e sheshit. Kjo kontradikt nuk është më perceptim, është realitet politik i dokumentuar në vendimmarrje. Protesta po menaxhin pa kënaqësie. Protestat e drejtuara nga opozita tradicionale po perceptohen nga një pjesë në rritje e opinionit publik si instrument presioni mediatik dhe jo si mekanizëm real për përmbysje politike apo bllokim institucional. Sepse faktet flasin ndryshe. Qeveria vijon të kalojë projektligje strategjike. Agenda parlamentare nuk paralizohet. Nuk prodhohet krizë reale institucionale. Nuk krijohet momentum për ndryshim pushteti. Në këtë kontekst, protesta rrezikon të reduktohet në një ritual politik. Një valvull shkarkimi për pakënaqësinë qytetare, por jo një mjet transformimi. Kontrasti me protestat qytetare reale. Ndërkohë, në terren zhvillohen betejë shumë më konkrete, por me shumë më pak mbështetje politike. Banorët e Rriollit që kundërshtojnë projektet turistike mbi tokat e tyre. Familjet në Durrës që përballen me shpronësime, shembje apo humbje pronash. Këto protesta nuk kanë skenografi politike, podiume apo logjistik partie. Janë përballje direkte me shtetin, policinë dhe interesat ekonomike. Dhe pikërisht këtu lind pyetja thelbësore. Kush i mbështet realisht këta qytetar? Heshtja selektive, si e qeverisë, ashtu edhe e opozitës, ekspozon një përputhje interesash që te kalon retorikën publike. Rotacion apo riciklim? Pas më shumë se 3 dekadash pluralizëm, rotacioni politik në Shqipëri po shihet gjithnjë më pak si alternativë dhe gjithnjë më shumë si riciklim elite. 35 vite tranzicion. 2 parti dominuese. Akuzat të ndërsjella për korrupsion. Por asnjë shkputje reale nga modeli i qeverisjes së kapur. Në këtë këndvështrim, përgjegjësia historike nuk është më individuale, është sistemike. Tranzicioni i gjatë shqiptar prodhoi korrupsion të institucionalizuar, nepotizëm administrativ, kapje të burimeve publike, ndërlidhje mes politikës dhe krimit ekonomik, kriza e përfaqësimit. Sot kriza më e madhe nuk është vetëm qeverisja, është përfaqësimi. Një pjesë e madhe e qytetarëve nuk ndihen të përfaqësuar, as nga qeveria, as nga opozita, as nga rotacioni klasik PD. Kjo krijon terren për një kërkesë të re politike, fytyra të reja, modele të reja dhe kulturë të re përgjegjësie publike. Një moment reflektimi kolektiv. Narrativa që po forcohet në diskursin publik është e qartë. Koha politike e leadershipit të vjetër po shihet si e konsumuar. Jo thjesht për shkak të moshës biologjike, por për shkak të një cikli të gjatë qeverisjeje që nuk prodhoi drejtësi të barabartë, zhvillim të shpërndar, shtet funksional për qytetarin. Përfundim. Kur protesta nuk prodhon ndryshim, kur parlamenti nuk reflekton përplasje reale, kur qytetarët lihen vetëm në betejat për tokë e shtëpi. Atëherë kriza nuk është episodike, është strukturore. Dhe në një krizë strukturore, zgjidhja nuk vjen nga rotacioni i emrave të njëjtë, por nga transformimi i vetë modelit politik. Pyetja që mbetet e hapur. A është shoqëria shqiptare gati për ta imponuar këtë transformim?